Pare I mëtër, pare. Veç pare, asgjë tjetër. Çfarë po të vetë? Po, sigurisht. Ja ju kishin ndihmuar najsa nëse kishin pas nevojë mërgjimtar. Patyshim që ju kisha ndihmu me ato mundësitë e mia. Gjithmonë nëse kisha vos mundësi, nëse në varë diçka prej meje, sigurisht e baj me plot dëshirë për mërgjimtar. E ke pas sikur pula me zoj, kur ti don zoj tana që hec pula ose e hek, atëherë jes me krejt dyqysh shumë keq, shumë vet, po Përshëndetje, jemi për emisioni 05. Sot kena dalë mi u pyet juve se jemi në sezonin ku na vi mërgjimtarët. Çfarë ju kishe thonë mërgjimtarëve sa pi prat me padurim art? Mërgjimtarëve sigurisht që ju kisha dëshiru me ardhë mirë e shnosh në Kosovë. Mirë po, mos harrojnë. Nej sen, kuptohet, për neve më na prull nej sen. Kerrin që të kallzova mu ka prish diçka, po unë familjarët I kam atje, vlezrit, kështu që muj me thonë me ardhë inshallah vinë mirë, po ferizoj pak I ngulfat me kolona sene, inshallah nuk bon kolonat mëdhoja, edhe shpresoj që gjithë ata që kanë me udhëtu për Kosovë me ardhë sa më mirë. Ç'po mendoni që keni me kalu pushimet kur vina ata? Keni me nejtë në Kosovë, keni me shku edhe me naj vend tjetër me vizitu? Sigurisht kam me shku me vlezrit tani, menej me shku për Francë, inshallah, edhe kjo, pushimet I kryjmë Ferizaj, sigurisht. Franca e keni dikon a veç me shku për qef, me shëtit? I kam familjarët, vlezrit I kam atje, nona më ka arsat, edhe kështu menej vetë me shku pak anena, nëse na lejon puna gjithmonë, se tash verës kuptohet që e marr pak pushim, edhe kështu. Me çfarë po merresh? Unë punoj me tekstil, në fabrikë tekstilit. Po tash I kam bo diçka do me rrymë, e kanë hip shumë rrymën edhe jemi nalë përkohësisht, po besoj që vazhdojmë pa. Çfarë ju kishe thonë diçka mërgjimtarëve para se me ardhë? Çfarë ju kishe kërku ti diçka me të pru? Se kerën e përmene, po na shti kerën sa ndreqin të binë diçka prej ashtet. Pare I mëtër, pare. Veç pare, asgjë tjetër. Çfarë po të vetë? Po, sigurisht. Ja ju kishin ndihmuar najsa nëse kishin pas nevojë mërgjimtar. Patyshim që ju kisha ndihmu me ato mundësitë e mia. Gjithmonë nëse kisha vos mundësi, nëse në varë diçka prej meje, sigurisht e baj me plot dëshirë për mërgjimtar. Kushdo qoftë, a është familjari jame apo dikush tjetër, e këtë qartë. Pjesa kur po shkojnë tani, qysh po ndiheni, kur po mësoheni gjatë gjithë verës, po kaloni kohë me ta, po jeni të nkohën bashkë, po kur po shkojnë apo mërziteni? Sigurisht që po, sikur e ke pas sikur pula me zoj, kur ti don zoj tana që hec pula ose e hek, atëherë jes me krejt dyqysh shumë keq, shumë vet, po shoqëri kemi apat. Se pa to s'kemi gjallë. Sado që mundohemi me punu këto, problem është që mund me arrit krejt shpenzimet sa kemi shpenzime këto. Deri në sa shpenzoni mas shumë ti kur vinë mërgjimtarët? As po ju lojnë heq me pagu ato? Fatmirësisht se shti dorën gjap bashkëq. Kur të vinë, kuptohet, mundohemi edhe na me ato tonë mirë, po ato e kanë që s'na lojnë me shti dorën gjap. Kështu mirë, veç e shtim dorën në cigare me nxirr tjetër sa jo. Cigare apo ju çkepni bile? Po, cigare po. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit shumë, respekt, jeni një emision shumë I qëllum, ju ndjeki në Facebook, në TikTok, shumë mirë. Vjen shumë mirë që edhe pi përkrani njerëz, se pju përcjelli shpeshherë ndarose, kum po kur I përkrani njerëz në nevojat veçanta, shumë mirë. Faleminderit shumë. Suksese juve, faleminderit. Ashtu edhe juve.